Kam ardhur sot këtu në Kalan Rozafa, sepse prej këtu Shkodra zotërohet, shikohet bukur. Edhe e shikon, befasohesh për këtë vendosje gati krejtësisht në fush, një rafsh. Ka malet, kalon, shikon ujë, liqeni, lumi, po të ecësh shkon në det. Ka vendosje shumë të bukur Shkodra. Po unë nuk kam për qëllim të bëj gjeografin. Erdha këtu të them se në këtë Shkodër ka nisur për herë të parë Kinga Maja në Shqipëri. Është Kolidromeno, figurë e madhe. Vëllezrit Marubi. Pastaj, po të kalojmë, vjen Fishta, Mjeda, të pafund figura, të Paso Pasha, Spresi më poshtë, Migjeni. Po gjithsesi nuk kam forcë dhe mundësi të bëj tërë historinë e pasur të lavdishme të Shkodrës në histori, në kulturë, në tradit, qytet 2500 vjeçar. Unë kam ardhur konkretisht për një gjë krejt modeste, të thjeshtë, kam ardhur të them se këtu, në këtë qytet, lindi Rikard Ljarja. Rikardi që u bëj famshëm në gjithë Shqipëri. Excellent porosi do të prehet këtu. Po, në Shkodër është Rikard Ljarja përsëri. Le ta ndjekim. Në bashen të nder, po këndo bibi amar aman. Në bashen të nder, po këndo bibi amar aman. Do t'jetë gjë e parë që do të bëjmë bashkë në shtëpinë e re? Çfarë? Do dalim të blejmë bashkë në për dyqane. Do mbushim çantën plot dhe do ta mbajmë bashkë. Sa qef kam të të shikoj një herë kështu. Romantike, poetike. Entuziaste. Simpatike. Optimizmi e bën të bukur njeriu. Po ja, e zem se ka kaluar ca kohë dhe ne jemi mësuar në qytet. Në drejt marroj punë në zyrë, kthehem në shtëpi, pastaj. Pastaj? Po ti e dimër dhe të kërkosh sallat me domate, këte nuk besoj ta gjejmë. Tani që kemi ardhur, kthej për gjithmonë. Po unë kam dashur që ti t'jesh e lumtur. Ditën e enjte, më 1 prillit të vitit 1943, në ora 4 mbasdite, në shtëpi në Rus, nalt rruga e Kërçorëve, numër 1, në odën e zjarit, Leo Djali. Baba im ka qenë një arsimtar, që ka studiuar në Austri. Nona ka qenë nga një familje që merreshin me librin të gjithë, Logoreci. Edhe kam qenë i vogël fare kur nana më lexonte pralla. Pastaj erdhi një moment tjetër kur nuk më lexonte, ma po fillova të lexoj vetë. Libri i parë ka qenë De Amicis Zemra, ose libri i dytë ka qenë Pinoku. Është i gjithë i filozofie, po ta lexosh kur je 70-80 vjeç është një mrekulli fillon e qanë. Këto janë kartolina që i jati, ja çonte nga Pepelena kur ishte me punë, ja çonte Rikardit për urim, se atëherë s'kishte kartolinën 48-ën, 46-ën, shive. Hyre në të 500 vit, dhe shive ja ka bërë me 5 shkallë.
Baba Karle burri heshtur, shumë me kulturë, shumë i qetë. Kur kam qenë një 5 vjeç që më duket, aq afërsisht, pa shku në shkollë me i fjallë, prinit më kanë qurë të mësoj piano. Po erdhi një kohë që piano s'kisha në shtëpi, erdhi një kohë që s'kishe mundësi me pagu ma familja. U gjet një fizarmonik. Me nanën kishte një lidhje të jashtëzakonshme, u kuptoshin perfekt. Edhe më duket tanë sekretet I kishin bashk. Edhe bosh edhe triko, e boshin gatushin bashk, ato biralaçat e shtëpisë që ishin si petullat vogla, I bonte edhe Ricardi, boshin që nishin perde, I bonte të gjitha. Një burr që I bonte gjithçka ishte Ricardi. Gjan, shkruaj 2 reshta. Herë dhe shkruaj, do shkruash të puth fort Ricardi, më ka marrë malli shumë, shumë, shumë. Ti voglio bene italisht. Nisja jonë ka qenë një gjë sikur një dorë shtrënguar ti e imja dhe s'ke nga lëviz më. Do të thënë jo me ato propozimet klasike, jo me ato nisjet me ngacmimet klasike ose me hezitimet. Ka qenë diçka sikur shumë e vendosur që në fillim. Nuk e di, kështu ndjem të dy, ndoshta këtyre të rinjve ju duket çudi, do të thënë ti je kaq afër, ti je kaq mundësira dhe prapë të dridhesh që ti u dorëzove edhe te puthja. Dhe kjo puthja që pas natës parë u bësi rutinë, do më çonte deri te dera e dhomës. Ku flinja me ata arsimtarën që ishte aty, dhe ishte një përqafim gjithnjë edhe më me emocion, dhe do ishte nata e mirë e çdo mbrëmje më tutje, jo, nuk. Po mendoja, thoja, sa ekspedit kemi bërë, a 1 muaj, a 2, a 3, po mua më është dukur copa e jetës me bukur me Ricardi, me bukra, prallë. Është pak ta thuash prallë. Dhe u kthyem në Tiranë, por unë nuk e kuptoja që unë do të isha e përzgjedhura një aktori që kishte shumë gjëra rrotull, shumë lakmime rrotull, shumë nuk e di, ishte tjetër gjë fare. Thosha Marie, çfarë bëre? Isha 22 vjeçe. Çfarë bëre? Po do të thënë ne quanim dorëzime dhe kjo që ishte. Nuk e di, kaloi 1 muaj, kaloi 2, vështirësi shumë të mëdhaja dhe u tremba me vlan. Unë I kam dhuruar Ricardit librin Tregime zgjedhura të Kadares dhe I kam dhënë një shnim. Ka qenë një ëndër shumë e bukur, por do doja të përfundonte këtu dhe të mbete një miq të mirë. Nuk e përballoj dot më tutje. Dhe unë sa e rikthehem kësaj që mendova në ato muajt e parë, gjithmonë jepja të drejtë vetes. Rikaliarja në shumë gjëra, do më thënë kishte një peshë krejt tjetër nga një vajzë progradecare, shumë e re, shumë e brishtë, por duket ai vendimi menjëhershëm I Ricardit që më kapi dorën dhe s'më lëshoi dot më kur, ai gjeti diçka që nuk e kishte gjetur në shoqërinë me cilën punonte deri atëherë ose në afrimet e të tjerave afër tij. Ne na lidhi shumë në jetën tonë mendimi me njëri tjetrin, dialogu I sinqert deri në budallik na vlan. Ne ishim të sinqert me njëri tjetrin për gjithçka.
në atë që kishim kaluar, në atë që kalonim, në atë që mendonim. Ne brenda mureve të shtëpisë ishim shumë rehat me njëri tjetrin. Ne ishim karaktere shumë të përafërt me njëri tjetrin. Nuk e do të vërtet të dy ishim aktore dhe unë pata pasaj sukseset e vija, por nuk e konsideronim jetën, t'i kushtonim vëmendje si do visheshim, ku do dukeshim, ku do ishim pritjet, jo, vetëm të tërhequr, vetëm prapa kamera, vetëm në atë qetësinë tonë. Ne ishim shumë komfort, edhe pse kishim diferencë moshet. Ne organizoshim vetë në shtëpi, knoshim, ktheheshim. Rikardi gjithmonë më jepte libra, e lexonte për vete, po të nata që lexoj edhe ti. Pastaj e merrte edhe nana, pastaj kishte edhe baba dhe i rrotullojshim gjithmonë. Kur u bë që më thuani ju që Rikardi u bë i famshëm, në shtëpinë tonë as nuk ekzistonte që Rikardi ishte bë i famshëm. As nuk unite fare, sa ato në shtëpi tonë thoshin, ajo është artist, një tjetër është inxhinier, një tjetër është doktor. Nana ira se pranonte fare, kur vitën në i komshi, në një thoshte e ke djalin aktor, so indiferente ka kënë, dhe tash i rritu e me nu, makar si s'kishiti që i fije me, kur? Okej, punon, thoshte. Se përmende kur që ishte në një aktor, kishte në një vlerë me rëndësi, Rikardi ishte si fëmia i shtëpisë, ishte djali i shtëpisë. Baba nuk donte kur që Rikardi ishte aktor. Si ka ndenë gjapa, i thanë e pa e sha. I thoshin ti bilet, do vish aty në teatr, e ty do të qeshin mërti që i thoshin, e se pranoshin bot që ai do bësh aktor. Nuk e doshin fare, se pranoshin fare. Në çdo diskutim që kam pas me këmbë, gjithmonë thoshte që ti e di më mirë se kushdo tjetër çfarë është mirë për ty. Papi nuk qortonte asnjëherë. Nuk e kishte zakon asnjëherë që të qortonte. Domethënë gjithmonë me të ishte bashkëbisedim që ti unë nuk e di si e gjej veten, që filloje i flisje. Dhe asnjëherë qortim, vetëm këshill. Edhe mbaj mend një nga këshillat në formë qortimi që mund vinte nga babi është Lolo gjithçka me mas. Hera parë që babi është bërë gjysh ka qenë me vajzën time, me Perla. Edhe ishte tu diskutohet për gjithë, për mamën, për babën, për Leon, për gjithë ka qenë një eveniment. Një nga vetit e babit ka qenë gjithmonë që ka pasur shumë durim. Po të merr si shumë durim për ca gjëra, për shkak që njerëzit në përgjithësi nuk kanë durim të tipit. Për vit të ri ka qenë person që bënte majonezë në shtëpi. Se majoneza ishte diçka që ta përzjehej me një farë ritmi dhe një farë qetësie, gjë që nuk e bënte dot njëri tjetër, dhe unë mbaj më babën shumë që bënte majonezë në shtëpi dhe nuk prishej. Majoneza ka qenë një, tjetra ka qenë hekurose. Për shembull mund të hekuroste, nuk ishte diçka që ja prishte, kishte shumë durim te këto gjërat e vogla. Mbaj mend që babi ka hekurosur rrobat me të cilat Perla ka dalë nga materniteti. Ka ca momente, për shembull, që Dioni merrte atë karrikën e tij të vogël, i ulej përpara babit, kishte një vend ku rrinte babi në kuzhinë, domethënë. Ka momente që bën një bisedë, si mund të bëj një bisedë një 3 vjeçar me gjyshin. Dhe gjithmonë kështu ka qenë si gjyshi, i krijonte një lloj paqe, një lloj qetësie. Sigurisht jepte këto këshillat. Mësonte Dioni si të hidhte limonin peshkut. Edhe gjithmonë mbaj mend na ka pas korrigjuar, na korrigjonte gjithmonë për gjuhën shqipe. Edhe në ca video që kam me Dionin për shembull, korrigjon gjithkohës Dioni si të thotë fjalët mirë shqip. Babi ka pasur gjithmonë një pasion shumë të madh për librat. Edhe pa them unë që e njoh si prim, po e kam dëgjuar edhe nga shumë njerëz tjerë, e ka pasur që në fëmijëri këtë pasionin për librat.
Edhe më mund që kur fillova të mësoja të lexoj, ishte personi që më drejtonte dhe më thoshte, "Lo, lexo këtë librin tani." Lexoja, "Lo, lexo këtë librin tani." Dhe ka qenë ai që gjatë gjithë jetës më ka orientuar dhe më ka prezantuar me çfarë duhet lexoj, çfarë duhet lexoj. Dhe më duhej gjithmonë domethënë pyesja babën që thosha, "Shikoj, duhet lexoj një gjë çfarë mund të lexoj?" Dhe ishte babi gjithmonë ajo busa që më orientonte. Edhe këtë veri dhe tani për shembull, kthehemi në shtëpi, kam bibliotekën me librat e tij, kam shumë dëshirë të lexoj, por gjithmonë humbas dhe ndjej që nuk, më thonë, dua ta pyes, çfarë të lexoj tani. Më mungon ky, kisha si busu, si busu. Së shkolla e tjesh, djali Rikardit. Unë kam që fëmi si vetë vetja dhe nëse gjithmonë një. I biri Rikardit. Po? Unë... Një pauzë. Unë është mangë edhe mendimin që është larguar. Unë, këtu jam rritë, po jetoj përballë. Edhe kur jam në shtëpi time, ajo është tu. Mirë, zemra. E lëm që Rikardi, atje ku është krenar që ka lënë një djalë të tillë pas. Faleminderit për intervistën, të uroj jetë të bukur. Faleminderit. Zakonisht e pinte kafen me mu dhe me Sajmirin, po ishte shumë i mërzitur. Qa ke më Rikard? Si qa kanta se morët vesh? Jo, i thëmë ne. Po ka dal lajmi në për Tiranë, tha. Në gjithë Shqipërinë, pas që ka vdek Rikardi. Po që mërzitesh, aje gjallë. Jam, po, tha, po që aty bëj njerëzve ta që vazhdimisht, tha shajnë. Ishte shumë i të rënditur, është kështu apo jo? Atere me këshillën e Sajmirit, unë e marë Rikardin në motorin tim
dhe nxjerr shëtitje në për Tiranë. Ju nuk mund ta merrni me mend reagimin e njerëzve, se jo Tirana, po gjithë Shqipëria kishte marrë vesh për 24 orë. Ata në fytyra kështu ta dhe Rikardi që ishte prapa me ju bërtiste atë rëteshte. Jam gjallë. A ju ka botuar dhe një libër që quhet Ko Qensh dhe më thot mua që Piro thot, libri im ka hyrë në bibliotekën e Kongresit Amerikan. O, zot, thashun me mendjen time, ç'na polli belaja se kishim ca gënjeshtar në studion e qështit. Thash, po dhe Rikardi e mbajta sepse kisha respekt. Mirë, po erdi koha që shkova në Washington dhe takova dhe drejtorin e Evropës Juglindore dhe pata kura, sigurisht nuk kisha shumë likësi, po kisha një lloj dyshimi, thash, më falni. Unë kam një shok, Timin, regjisor filmash, që e dua shumë, e kam shok të mirë, po më thot një gjë që unë s'para e besoj, që ka një libër Ko Qensh këtu. Edhe ajo më tha, si quhet? Them unë Rikard Larja, unë në kompjuter. Lexoj, dhe tha, si quhet Ko Qensh. Po tha, këtu e ka librin. Dhe nga jo ko, respekti për Rikardin më rrit më shumë. I përjet shumë qoftë kujtimi Rikardit. Aktiviteti ti si muzikant fillon që në rinin e ti të hershme, duke u angazhu dhe duke dhënë një kontribut të çmuar në institucionet e tjera kulturore artistike të qytetit Shkodrës, por edhe sidomos me estradën e qytetit të Shkodrës, me estradën e Teatrit Migjeni. Veprimtaria e tij 7 vjeçare në Teatrin Migjeni si aktor profesionist, pra fillon vitin 66 dhe mbaron në vitin 73. Është shumë e fryqme sepse kemi rreth 18 angazhime të tij në role kryesore në shumë drama, në dramaturgji, por gjatë këtij aktivitetit ai evidentohet edhe për 2 regjizura, pra janë veprat e para të tij si regjisor në trupin e Teatrit Migjeni. Rikardi rikthehet më shumë viteve në Shkodër në vitin 2009, duke interpretuar rolin e fundit të tij në skenën e tij dashur të Teatrit Migjeni, tek Shëngjon Kry Premi, një vepër e Stefan Çapalikut, në rolin e Gjonit. Miqësia e Rikardit me mua nuk ka fillim. Ka qenë pa fillim, që në kopsht, shkollë fillore, në gjimnas, në institut, e më vonë. Aso kohë, në Shkodër, ndjehej shumë, po nëntë lufta psikologjike nërmjet katolikëve dhe muslimanëve. Unë isha musliman, njerëzit dinin katolikë.
Dhe shpesh, në atë mosh, sa ishim 15-16 vjeçar, mblidheshim në Pështia, bënim mbrëmje vallëzime, po mbrëmje në mëngjes. Pra, nuk shkonim në shkollë, i linim çantat gjithë bashkë diku dhe mblidheshim. Dhe kryesisht, mbaj mend mblidheshim te shtëpia një aktori, Les Nreka ka qenë, e bia e tij Nikolina ishte shoqe e ngushtë, po një vajzë e shkëlqyeshme. E një nga këto ditët, unë me Nikolinën ishim në obor të gjimnazit, ishte Rikardi, unë, Nikolina, dikush tjetër atje, dhe po e pyet Nikolinën njëra, i thot, Nikolinë, si kalu dje? I thot, qa kena bëha qef dje, pse? S'kena bëha asnjë, tu me vedi. Rikardi nge ligush, se vetëm që ditë që jam musliman ishte Rikardi. Se në Shkodër Oto i thoshin muslimanëve, otoman. Po, Rikardi ka që ishte prezent në të gjitha mbrëmjet, se ishte fizharmonisht, s'kishte orkest, vetëm Rikardi, vite fizharmonisht dhe ne kërcenim. Ishim në një klasë për 4 vjetë tjera. E pastaj jeta si që bën seleksionin, filloi edhe të studentët e kursit tonë. Dikush ngeli në vend, dikush u bë telekronist, dikush përgjegjës vatre kulture. Ata që u bën aktorë ishin me gishta, një nga ata ishte padyshim Rikardi, që veçonte nga të tjerët. Edhe veçonte jo vetëm në shokët e klasë, veçonte në shokët e të gjitha klasave që kishin marrë institutin e lartë atë. Nadia, mirë. Mirë se vjen. Rikardi ishte bohem. Unë kam qef ta kujtoj sot gëzushëm Rikardi. Ne kemi punu së bashkut shumë mirë. Ishte një kimi artistike, të mund. Ai ishte kaq i lirë, kaq i natyrshëm. Pa poza, pa shikuse, ne femrat edhe shikohemi, mos nuk e kemi mirë këte që. Ai ishte thjesht. Edhe në qoftë se ti, dhe me thënë, nuk e ndjeje, a i hynte kaq natyrshëm, sa dhe ty të detëronte, si të ushtë natyrshmëria e ti. Do ta kishte zili çdo artist që kishte këtë raport në film. Ishte, si të ushtë, një brillant, i cili i dha një frymë të re interpretimit në film. A i thoshte Dimitri ishte europian edhe në atë kohë. Dhe familja ti ishte një familje që i rriti këto fëmijë me shumë dashuri dhe me shumë liri. Plus që ishte një rreth intelektual, qoftë nga e jema, qoftë nga jati. Edhe s'fundi, mas kaq kohësh, në 2008 nafton drejtori i teatrit Shkodrës, Not Shefa, për drejtu një spektakël për kompozitorin e madh Prenjakova. Shkum bashkë me Rikardin, po ai improvizonte, muzikant, të ulën piano. Sa filloi spektakli, një publik i mrekullueshëm, i përsjellur, edhe filloi Margjelën. La 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 la. Edhe ja vazhdovon. Moj Margjel, moj risojnike, qika e malcis kreshnike, çka thot zemra brefisnike. Publiku me shumë kënaqësi. Trëme? Sa s'në loj zemra nga Afrika. Dhe dhja me trimëresh. Po s'më shkon të kur nërmend se do ishe ti. Pse? Nuk më njëjti nga përshëllim. Përshëndetin ton dhe përshëndetin e të bukurave signorina. Bravo, Belvin! Jera i vërtet! Se nuk viti, Skënder. Njoja dhe miqësia me Rikardin e ka zënafillën në shtator të vitit 1963. Rikardi, muzikant, i binte pianos fizharmonikës dhe
shoku im i afërt i ngushtë i kursit, Gulem Radoja, edhe ai nga Shkodra, por dhe ai muzikant, dhe të tre mblidheshim, këndonim. Kjo kënga na bashkoi të treve. Ricardi ishte tepër i përmbajtur se kishte shumë ngacmime nga vajzat, t'ja i pëlqenin, t'ja simpatik, artist filmi, e kupton se pa ai çuditërisht ishte shumë e përmbajtur. Dhe një ditë ishte edhe një detaj shumë i bukur, sa në komodinën e tij në dhomë u gjend një trëndafil. Dhe dreka e pa, dhe tha, Ricard, sot pas ka ardhur trëndafili. Kjo miqësi u lidhe më tepër kur unë shkova në Shkodër. Mua më takoi të bëja 6 muaj zbor në Shkodër. Dhe shansi ishte që reparti ushtarak ishte afër shtëpisë së Ricardit. Dhe kjo më jepte mundësinë mua që sa herë që dilja, unë në shtëpinë e Ricardit kisha lënë robet civile. Shkonja ushtarak, vishesha civil, dhe gati çdo fundjavë unë isha në shtëpinë e Ricardit për drek. Aty ndjenja tamam familjen time. Babai, motra dhe nëna e Ricardit më prisën tamam si njeri të familjes. Dhe aty ka një gjë tepër interesante. Dreka e parë. Ulëm në tavolinë dhe në moment unë ishte pjata me sallat, edhe piruni im kapi një domate. E futa në gojë dhe tak njeca. Domatja ishte me sheqer. Ndjeva kështu dhe Ricardi e pa dhe ai buzëqeshi dhe unë ju afroi thash, më duket Ricard se nana ka ngatru kripën me sheqerin. Ai qeshi më tepër dhe tha, jo bujar tha, neve sallatën tha e bëjmë me sheqer. Ashtë i sa po dolim në ujrat e mbi qvetar. Fitore! 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 Ura! Fitore! Jam këtu para ekranit në arkivin e filmit dhe përshikoj sekuenca nga filmi Rrugë të Bardha, i cili ka filluar gjimet me 1973. I bie që Ricard Ljarja të jetë 30 vjeç. Dhe ky film kanë kaluar gati 50 vjet. Dhe na vjen sot sikur të jetë gjëruar dje. Sikur të jetë në këtë çast që po flasim. Kjo është magjia e kinemas. Çudia e kinemas që personazhet, karakteret enden përjetësisht në këtë beze dhe ne jetojmë me kujtimet e tyre, me impresionet e ditës parë. Ndoshta vazhdojmë edhe ne filmin ton të pambaruar. Ricardi. Ky dokumentari kushtohet këtij njeriu, i cili i ka dhënë aq shumë ekran shqiptar. Po në këtë meditim timin, duke dashur që ta sjell Ricardin në kulmin e tij, jo vetëm të moshës, po edhe të krijimtarisë artistike, fillova, lexova dhe pash, Elita Cangonji ka ikur, Ricardi ka ikur, Viktor Gjika ka ikur, Vatko Reshi, skenaristi ka ikur, Agim Qiriaqi ka ikur, Minella Borova ka ikur, Ilia Shyti ka ikur, Sali Doçi ka ikur. Çfarë dhimbje? Po ata na kanë lënë një gjë madhështore. Na kanë lënë këtë film
që në logjikën time është filmi më i dashur, më i realizuar i ekranit shqiptar. Po përse është ky film kështu, sipas meje? Sepse është filmi i njerëzve të mirë, i njerëzve që duan të komunikojnë, i njerëzve që japin dashuri. Dhe pikërisht ky Deda, s'ka njeri në Shqipëri që e ka parë këtë film dhe nuk e di. Deda. Deda që dha jetën për njerëzit që janë të dashuruar, për njerëzit që duan jetën. Merë dhe pak bu. Kinema e jonë ka qenë drejt për drejt, nuk kemi gënjur, kemi bërë atë që kemi mundur, sigurisht ideologjia ka qenë, sepse vetëm të dish se si kanë kaluar skenaret derisa shfaq filmi, ka pas një odise të dhaftarshme, redaksia, bënte 50 vretje, korrigjoheshin, bënte kolektivi, skenar, 50 vretje, merte drejtori, merte komiteti partisë, merte komiteti ekzekutiv, atëherë thoshin, filloje, maroje, hiqe këte, veje këte, hiqe këte, veje këte, pastaj shkonte atje, shihesh, dhe thoshin, të shfaqet. Ose të rregullohet. Ka pas edhe një tension psikologjik të tmerrshëm, çfarë do thonë, sepse ne kemi qenë të gjithë në shërbim të asaj ideologjie. Pavarësisht sa i kanë rrit, i kanë shkuar ne, i kanë shku këte. Tirana, kryeqyteti i Shqipërisë, kryeqyteti i parë i Evropës që është duke shliruar nga partizanët e vet. Sado që të fitet për Rikard Ljarje, ne jemi borxhli ndaj veprës së tij. Ja ishte një fytyrë ngjyllore, portret ngjyllor. Ky portret ngjyllor i pleksur me talentin e bëri atë një nga aktorët më të preferuar dhe më të privilegjuar të kinemas shqiptare. Atë përvoj që patje me Viktorin dhe me Dimitra Nagnosit, unë mendoj që ai vodhi prej tyre regjizur. Dhe ka bërë filmin 1979, Radio Stacioni. Ai ka bërë një punë të shkëlqyer në zgjedhjen e aktorëve. Sepse ai skenar ka shumë karaktere brenda. Ai ka bërë një punë, do të thosha, titanike, sepse ishte i vështirë sheshi xhirimit, të xhiruar një muaj natën, dhe aktorët vinin të lodhur, vinte puna si ishte kollaj, po aktorët përgjigjeshin vetëm për veten e tyre, ai përgjigjet për gjithë filmin. Dhe duke qenë dhe vetë aktor, ai na epe kurajo, ruante freskinë e xhirimit, dhe gjë më e mirë që kishte Rikardi ishte që dhe vretjen mund t'ja merri për sugjerim, sikur të sugjeronte diçka, jo vretje. Vinte me skica për mizanskenet, edhe nuk vonoheshim kur vinim shesh xhirimin. Nxirte skicat, edhe me njerë filloi ndërtoj, e bënte këtë për një arsye të thjeshtë që t'i jepej kohë interpretimit, jo organizimit të televizjeve të aktorëve. Rikardi për mua është në podin e nderit, si aktor, si regjizor dhe si njeri. Jo flet Tirana, po japim lajmet. Në park. Borgjeze, fal! Ju flet Tirana!
Ricardin unë kam takuar kur ishte duke gjëruar fit radiostacione me skenat Ismail Gadares, sipas romanit në ndorin Kryqyteti. Gjironte pikërisht aty ku ka qenë radiostacioni Radio Tirana dikur, afër rrugës Kavajës. Isha kurreshtar, do një të shifja si punojnë, studiove janë në sektorët e ndryshëm edhe vajtë të punojnë montazh, dhe pash skenat që bënte në montazh, si punonte në montazh. Aty filluam, më thënë dhe të bisedone. Kjo ka qenë njohja fillimisht me Ricardin. 1979. Ricardi është një njeri që nuk të lë që të kesh një droje të tillë. Të bën të ndihesh e mirë. Si njeri, Ricardi është për mua, ai që ka qenë gjithmonë për mua. Do të thënë, njeriu i mirë, ose madje shumë i mirë. Kurse si artist është shtuar me kalimin e kohës, është duke ripar punën e tij, më është rritur vlerësimi për Ricardin. Jo vetëm si aktor, bile si regjisor, mua më duket edhe më me vlerë se sa si aktor. Për njeri shumë i njohur, më thënë nga artistët më të njohur ka qenë atë kohë, po i bile ka qenë artist në modë kur doli në fillim, që ishte i ri, e megjithatë nuk i tregonte fare, nuk e kishte fare të ndjesinë e njeriu të famshëm, të njohur. Kur nuk ka dashur të hyjë mbi të tjerët, për arsye se ai ka vetveten, e ka pas vetveten çaj që është, edhe pikërisht këto vlera e tij ka qenë se nuk ka lujt. Edhe po në kohën e kur ishte monizmi në Shqipëri, ku duhet të rrahej gjoksit, të lujt. Jo, ai ka qenë njeri, ka qenë njeri. Ricardi shprehte dashurinë në çdo moment. Ricardi ishte ai që krijonte një atmosferë të jashtëzakonshme. Dhe mirë, po kjo atmosferë tek ne, e dim që tek ne artistët ndikon shumë. Dhe Ricardi, nëse ka bërë një gjë fantastike me ne, aktorët që ishin të rinj, ka bërë pikërisht këtë që ne krijonte një atmosferë të shkëlqyer. Nuk mërzitej ai në Sheshin e Xhirimit, unë kam punuar me shumë regjisorë të tjerë. Nuk kishte Ricardi në Sheshin e Xhirimit momente ku të uloriste, ku të ishte, ta humbiste, si të thua, shtoruan e kështu. Jo, Ricardi i kalonte në atë mënyrën e tij, pak më thjesht, gjërat edhe përpiqet të shlironte biles, që ti të jepje maksimumin tënd. Ricardi, për mua ka qenë një pasuri e madhe, jo vetëm për artin shqiptar, për kineman shqiptare, po për mua personalisht. Ricardi u bë dhe një person... Ricardi ishte për i familjes së çdo shqiptari, një antar i familjes së çdo shqiptari, po në familjen time hyri Ricardi i gjallë, jo nëpërmjet kutisë së televizorit. E kam pasur simbolik të gjithë punës time, sepse jo vetëm që ai ishte ai krijuesi, ai aktori i madh shqiptar, po për mua ishte edhe ai që më nxorri në sytë e publikut, ashtu siç unë kisha nevojë të shpresha, dhe këtë gjë ma bëri me filmin Kur hapen dyert e jetës. Jam përpjekur në një mënyrë apo tjetër t'ja shpreh këtë mirënjohje me përulje, sepse të mëdhenjve duhet u përulësh, dhe unë i përulem Ricard Lares. Për mu ka qenë maja kompastit të fillimit të jetës teme. Se bën një mënyrë figurative, që vetë kompasi dikun edhe, pastaj bërë rrethin të malë ose më të malë ose më të malë, po ka një pikë. Vjen filmi Kur hapen dyert e jetës. Më thret në veçanti, e më thot një gjë të është një rol shumë interesant, e kam shkruar për ty, thotë, Legura Kuqi. Ai mësues të në Katum, që ka metat, ja kanë harru, por atje ai as nuk do të më prish punën, thotë, po do më rrullu punën edhe vetë që më kanë edhe një mirë, po edhe ishte nervjall. Okej, e bëj atë kinoprovë, fitova, edhe fillun xhirimet. Do pritshim borën e parë, që bite një borë, se zakonisht në Vërmor bjen një borë, 2-3 ditore, shkrinjet, pas e vjen ajo borë atje dhe si nuk shkret mo. Kur do ndira bora parë, e në zhuni atje 2 muaj.
nuk vinte do të makina poshtë, kishte vetë 2 metra borë. Mi po filloi një jetë tjetër, ishte një trup shumë interesante. Ai nuk mund të thuash se ishte një aktor. Ai ishte multi-artist. Ricardi ishte model i një njeriu të përsosur. Lëvizim ose për hapet goja? Zuar. Bëm gabim që se morëm televiziorin e klubit. Në vitin 1993 me rastin e festivalit të parë të teatrit bar shqiptar në Tiranë, e ku fill pas shfaqjes vjen Ricardi më uron dhe më thot nesër do të pim kafe patjetër. Po them, unë morëm vesh, nesër në orën 10 takohemi me Ricardin dhe Ricardi më ofron skenarin, atëherë quajtur folk, apo prall. Ishte viti kur Ricardi aplikon në fondi i filmit, po mduket atëherë ka qenë viti i parë që kishte startuar, dhe sa mbaj mend, i kishin ndarë një shumë për $150,000, që kuptohet ishte një shumë e cila nuk mundeshte të rrumbullaksonte kërkesat financiare të filmit për të realizuar. Atë Ricardi e merr skenarin dhe e boton si libër, edhe heqi dorë nga realizimi i filmit. Filmi që më ka lënë mbresa dhe që me krenari të madhe kam folë dhe flas vazhdimisht në mjedise jo shqiptare, është filmi Rrugët e Bardha. Unë vazhdimisht kam folë dhe flas për atë realizim të atij personazhi nga ana e Ricardit si një prej realizimeve më të mira ndoshta në kinematografinë shqiptare, me që me plot të drejtë, jo unë vetëm, por sa kam një oni edhe kritika botërore ku ka pas rasta shefa të filmi ka cilësuar si një prej kreacioneve më të drejtura të një artisti shqiptar. Më të thellë edhe më muzikal. Nuk e di si mund të shpreh me fjalë, se nuk jam ustaj i fjalës, por them që zëri i tij është i pavdekshëm. Nuk duhet harruar që Ricardi në fund të jetës së tij ka shkruar, po edhe ka pikturuar. Dhe kjo s'ka se si mos më prek mua si një piktor. Unë kam ndarë shumë biseda me të mbi pikturën. Edhe ai jo vetëm që nuk e pranonte që bënte ndonjë gjë serioze, po thjesht deshte të bënte veten e tij. Edhe bënte atë veten e tij ekstravagante, atë që quhej superiore. Domethënë kishte një lloj qasje surreale ndaj pikturës. Deshte të arratisej, si të thuash, nga realiteti i filmit, ose nga realiteti i jetës së tij të artit, mendoj unë. Ricardi nuk përfaqësonte vetëm personazhet e tij, po përfaqësonte edhe veten e tij. Të gjithë njerëzit janë në gjendje që dallojnë përtej personazheve të tij Ricardin. Dhe ai ka qëndruar besnik vetes, mendoj unë. Mos haro që piktorët shqiptar kanë qenë drejt për drejt të ndikuar nga kinematografia. Me Ricardin u mësuam shumë në
kino studio. Erdhi ku ju hoq filmi Hysén Akanit dhe na u dha ne. Sonja e zotëni. Roma po I hap një rrugë të re botës. Edhe kështu këti filmi hym bashkë, duke përfituar edhe nga miqësia që kishim me njëri tjetrin, I hym kësaj aventure, si thua. Edhe u xhiru gjithë filmin në Korçë. Në herën e dytë, që u lidha me Ricardin, ishte sebeb një skenar që quhej Ilegalët. Na pëlqeu se ishte aksion filmi. Kino Studio ka qenë një familje e madhe me 680 vetë, po kemi shku shumë mirë me njëri tjetrin. Me Ricardin kena shku shumë mirë, ka qenë një zemërgjër shumë. Edhe kur erdhi nga Greqia, iku edhe në Greqi. Shkoi në Greqi Ricardi që të bënte piktura, çfarë piktura, hajde këto, mërzit atje u kthye. E jetonte me Zikën, Zika ç'ishte, Zika ishte një qeni Ricardit, Zika kështu e Zika ashtu, shkojshim lidhsim kocka edhe gjak. Ke një kasap këtu, ja çojshim Zikës, edhe kjo ishte gjithë jeta e Ricardit. Ca piktura, Zika, edhe derisa pastaj erdhi Marieta, erdhi nga Greqia, ajo është shumë e shkathër, shumë e zonja, edhe u kriju këto marrëdhënie të tjera, mëse. Më ka ardhur shumë keq kur iku. Jashtëzakonisht keq, edhe kjo Covid-i u detyruam që mos merrnin pjesë as në varrim. Edhe një aktor I këtyre përmasave. Ngri duart lart. Doni para o plak? Kjo luft. I prish njerëzit e mirë. Mos e ul duart. Njeriu para vdekjes është I dobët. Gëlltit diku një lukë qorb të prishur, dhe pastaj vjell të rjetën. Ky është libri juaj I parë dhe quhet Abetare. A-B-ta-re. Shikon portretin e Ricardit, prej fillimit të tij ke Dritan Shkaba. Roli I komisarit Dritës që I dha lavdi që ruajti deri në fund. Po, çfarë ishte karakteristike në këtë portret? Ishte lirësia e syve. Një sy që lëshon dritë, që përcjell të mirë. Në gjykimin tim, pa dashur që të kaloj në rolin e një kritiku, thjesht duke pasur këto kohë në dorë, arritet e ti interpretimet e tij aktoreske, gjykoj se nga filmi në film, ajo që ishte tipike për një aktor, ndryshimi I karakterit, sjellja e një versioni të ri të një karakteri të ri. Ricardi këtë nuk e bëri me shumë bujë, me shumë goditje, por me një interpretim të vazhdueshëm, të ndjeshëm në ca sy të cilët sillnin karakteret. Të kalojmë me radhë nga Dritan Shkaba deri tek Dueli I Heshtur, rreth një vdekje tek Fletë të Bardha. Rolin e një shkrimtari. Por asnjëherë Ricardi nuk bërtiti në teatrësimet e tij. Në fillim është thjesht një portret I pastër me sy të lirë dhe aty ne shikojmë personazhin I cili vjen duke u teatrësuar, detyra baze e aktorit. Më vonë me kalimin e viteve sikur në portretin e tij ai kërkon që të bëj diçka dhe mbi vendos dikun të moshteqje, dikun të qyslyp, por gjithmonë mbetet po ai. Një perceptim e një njeriu që prej së brendshmi sjell ndryshimin, sjell karakterin. Përveç të tjerave, portreti I Ricard Larjes kishte jo vetëm emërsinë,
por qytetari. Në mendimin tim, Ricardi solli qytetarin në ekranin shqiptar. Kjo ka qenë merita e tij e patjetërsueshme. Ndaj deri në fund mbeti i adhuruar për publikun. Si shduket do të ndrojmë këtu sot. Pse për të njerë këtu kemi ardhur? Atëherë përse lini komunistët e t'i vëdhisin? Jete edhe një herë asin të regoni humanizmin tuaj. Qeshni. A pra qeshni. Ta gëzoni e të trashëgoni. Ne e duam jetën. Djali kompletu, ndaq me shkru, ndaq me muzikë, ndaq për artin, ndaq. Edhe i ndryllon, i qik, i ndryllon, dhe më kanë. Në sensin që i duke pa shumë gjana rrëthuse që kanë kenë. A mundu me kenë me kam për tokë, e jo me as malështor, as distancë. Ricardi mësoj çfarë do të thotë logjik kompozicionale për muzikën e filmit, sepse ai ishte regjisor i kompletuar, dhe ishte një njohës i mirë i muzikës dhe dinte se çfarë funksioni duhet të ketë muzika në film. Më mësoj logjikën se si përdoren, se si do të jetë tema kryesore, tema sekondare ose kundërvënia tema sipas dramaturgjisë së zhvillimit të filmit. Më mësoj edhe nga ana teknike se si duhet ndërtu, sepse është një procedurë edhe teknike, si duhet ndërtu që të mos damtohet një muzikë kur të vendoset film sipas minutazhit, sekuencave të nevojshme. Ricardi ishte një ortek energjish në momentin që ai shkarkohej dhe ngarkonte partnerët me të cilët punonte. Unë jam i bindur kështu ka ndodhur me të gjithë, me mua kështu ka ndodhur. Skena ishte realizuar si note, do bëj muzikë. Unë e bëra muzikën dhe Ricardi thoshte kërkoj një favor. Këtë moment do ta montojmë edhe një herë sipas konceptit që kam bërë unë muzikë. Sigurisht ai duke qenë një vetë një njohës i mirë i muzikës dhe duke vlerësuar rolin që ka muzika në film. Atë psikologjinë e momentit, personazhit që është prapë shkruajtur për shkatimit, unë e kisha bërë me një dhimbje të korit që në fakt përfaqësonte gjithë burgosërit që ishin atë kamp që prisnin me ankth momentin e asaj çfarë do të ndodhte. Pam, futi një kumer, edhe futesh tema e filmit. Kur e dëgjoj edhe Ricardi, tha, po, do ta bëjmë. Ju dini që Ricardi është marrë me muzikë në fëmijërinë dhe rinjën e tij. Dhe kjo flet palosje që është në arkivin tim, është një dokument me shumë vlerë që tregon se Rikard Larja në moshën 17 vjeçare luante në orkestrën simfonike të qytetit Shkodrës. Dhe ky është i pari koncert simfonik ku Rikard Larja është i ulur në pultin e fagotistit. Ricardi ka qenë një shpirt i krijuar në të bord për të folur nëpërmjet gjuhës së artit. Të gjithë prozat që të kam dhënë për t'i lexuar, këtë janë i pari lexues. Ti kam dhënë që kam besim tek shihet e tua. Ti kam dhënë se nuk e konflikt interesi me mua.
se ata që me ndonë më thua. Je i vetmi që kam besim. Dhe për këtë të falenderoj, Ricardi. Post scriptum. Besoj se kur të takohemi, do bisedojmë edhe me qatë. Ndër ato që më kishte dërguar, për lexoj diçka. Ja. Diku më sipër më doli pyetja, ç'është atë dheu? Vërtet, ç'është atë dheu? A nuk jam unë atë dheu? Gruaja dhe fëmijët, o borrim, toka ku ka mbjell si vjet bostan e grush. A nuk është atë dheu komshiu im, lagja, fshati Pëkarshi, ai lumi që s'pushon së rrjedhuri, a nuk është atë dheu çuha që flasin? Këngët që këndojmë në vaj, gjama, a nuk është atë dheu barët e gjyshve, të sërgjyshve? A nuk është atë dhe gjithçka në të tokë, në mbi të tokë, deri tek flamuri? Sigurisht që ky është atë dheu. Një piramid që fillon tek unë dhe mbaron te flamuri. Po për shumë kanë ndoshta për shkaqe të kota, ndoshta edhe madhore. Nga komplekset të ngatruara psikologjike, pronësi, grindje, xhelozie, inferioriteti, karakteri. Lind pyetja. O atë dhe, o të mbroj. O ti, ç'po bën për mua? Dhe nëse kjo pyetje s'merr përgjigje ashtu si është ndërtuar në kokën e atij që pyet, atëre Rinat të si me vjerë, ngre kokën dhe pështyj për pjetë. Ricardi ka qenë nga ata artist që artin e ka konsideruar religion personal dhe karshi artit është sjellur si besimtar i devotshëm, në të cilin ka lënë shpirtin, ka lënë thellësinë, ai nuk ka kërkuar privilegj nga arti, përkundrazi. Artin e ka konsideruar si mallkim, të cilit është dashur t'i falë gjithçka, t'ia falë thellësitë e shpirtit dhe të mos merr asgjë si këthim. Ka qenë viti 2000, dikun aty nga Pranvera, me thot Ricardi që Nardi, një njëri afërt i tij, me të cilën kishte jo vetëm lidhje fisnore, gjaku, por kishte lidhje afërsi shpirtërore. Më tha ka vdek dhe ka lënë një testament. Testamentin e ka lënë favorin tim, njerëzit e mi në Shkodër janë keq ekonomikisht, le ta gëzojnë ato. Me befasoj kjo, jo se nuk e njihja Ricardin, ja dija zemrën e bardhë ti, po thash mos është një mendim emocional, një vendim i marrën kështu, i qastit, i pamenduar mirë. Edhe i thash, o Ricardi, thash, ti e ke dash fort Nardin, a ndoshta nuk është mirë që mos t'ja respektosh dëshirën e tij të mbrëmje? Nardi tha, dhe këtu u nal pak u prek. Nardi bani tijen, nësa unë do pajtem. Merë, tha, vazhdo procedurën. E morë shkova në Shkodër, e paraqitën në gjykatë, dhe pasaj gjykata venosi heqën dorë të Ricardit nga testamenti. E kam fiksuar në memorie që prezantimi e bëm me Ricardin të emocionuar. Ricardi që interpreton të aqë lirshëm në për filma, në fejesë, o emocionua. Unë personalisht e konsideroj edhe njësi nga mësuesit e mi në ecorin time gjatë jetës, sepse Ricardi, ku shkonja unë Tiranë, bisedon dhe me orë të tëra me mua. Për të gjitha problemet, naturisht që Ricardi ishte një intelektual i formuar në të gjitha fushat e jetës, pa përmendur të tjerat, por kur të flisnim me Ricardin edhe për mjekësin me orë të tëra, ishte e çuditshme. Një ditë nga këto muajt e fundit, kur shkoj unë në Tiranë, Marita thot,
hajtë të futesh në dhomë të takosh Rikardin. Unë i kam ndërprerë lidhjet edhe me shoqërinë edhe me miqtë, nuk e takoj, tha po të takon të ysh dhe kam bërë bisedën e fundit atje në dhomë, më ka falënderuar. Rikardi gjithmonë dhe atje i shtrirë ishte me laptopin, që vazhdon të shkruante. Rikardi i meritoi të gjitha dhe që ndodhë me Vlan. Dy gjëra pas ka të bukra jeta. Fillimi është një armë e fortë që ty do të ndihmoj të përballosh të gjitha vështirësitë e jetës, që pastaj fillon jeta bëhet diçka shumë e zakonshme edhe me të tjerët. Vinë fëmijët, vinë vështirësitë, vinë këto dhe largimi. Rikardi me largimin e tij prap më ka lënë një mbështjellje shumë të fortë. Sikur nuk e din, sikur ka bërë diçka, një magji brenda me që unë të mbledh vetëm kujtimet më të bukura të jetës tonë. Ti kem një armë mbrojtëse shumë të fuqishme brenda vetes, kem kujtime vetëm të bukura. Ai njeri vazhdon të jetë shumë prezent në emocionet e mia. Ai vazhdon të jetë një gjë shumë e veçantë. Vazhdoi kërkoj të falur për dobësitë e mia, se dhe unë njeri nuk kam qenë vetëm e fortë. Dhe është një postulat në Bibël. Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Dhe unë jetën time me Rikardin, që i ka merituar të gjitha çfarë thon gjithë rrotull, them e desha fort, më deshi fort, i përballuam të gjitha vështirësitë dhe e përsolla ashtu siç e meriton. Dhe prap mbetet ashtu siç e meriton. Është pranvera e vitit 2020, sa po ka filluar, një çudi, një apokalips, një tmerr për të njerëzit, në gjithë rrezullin, nuk ndodhi absolutisht asgjë që të vinte ta shikoje me sy. Ishte një sulm i çuditshëm, i befasishëm që sulmonte mushkritë e njeriut. Njeriu në gjithë rrezullin mund të jetë krejtësisht i pafuqishëm. Kjo ndodhi edhe këtu, mes nesh. Unë kaloja në atë kohë dhe sigurisht nuk takoja njerëz. Diku në të shkaputur, tisja me vetën time. Mendoj miliona që shtukeshin nga lajmet që vinin, nga kronikat që shikoja se si njerëz kapic mbuloheshin me karton në New York, pale në Italinë tonë të afërt. Një tmerr i vërtet. Kisha folur me Rikardin për këtë jam të madhe që jetë njerëzimi dhe pamundësinë e njeriut për ta përballuar. Po ishte marsi. Ende unë komunikoja me ta. Nuk dua ta kujtoj për asnjëri tmerrin që kemi kaluar. Duket se sikur kanë vite që kanë, jo, shumë afër ka ndodhur kjo gjë. Por në 20 prill që ka larja. U fik. Ishte i lindur, artisti lindur. Komplet. Edhe në realitetin e diktën e krimtarisë ishte në niveli shumë të lartë. Dhe njerëzit ikin, po vepra mbelet. Edhe do të ketë një kohë në jetë më të gjatë e ditë.
bën 2 vjetë, po ne asnjëri nuk mund ta pranoj ikën tënde. Jo pse ishe artist, po se ishe njeri i madh me emrin Ricard. Edhe emrin e ke shumë të veçantë, Nikoj. Të mbet kujtimi për ty. Me të thënë drejtën kam lind një ditë shënuar. Me një prill, ditën e rrenave. Po nuk kam gjenë rrena cak kur me thënë. Nuk e pranoj. Ricardi në thjesht si manifestonte njeriu në zakonshëm, ashtu si e shohim natyrshëm edhe në personazhet që ka ndërtu, edhe në filmat që ka ndërtu. I paft për të rryer të tjerë. Dhe shumë i zoti për të qenë dashamirës ndaj gjithë. Ricardi ishte papaxhan, ishte njeri që krijonte, por vinte në dyshim gjithçka edhe euforin, për shembull, e çfrynte nëpërmjet një lloj realizmi të çuditshëm, domethënë. Ai cilte në vete. Unë një fellë në plane e një historioni i cili ka ditë në mbal ligjëratat, në flet për historinë e popullit shqiptar, fliste në atë mënyrë sikur se të ishte pjesë aty në ndodhive, aty në ngjarjeve, ishte bindës. Ishte një aktor që dëshirohej dhe dinte se cila është dëshnia. Dëshnia për artin, dëshnia për jetën, dëshnia për miqësinë, dëshnia për natyrën, dëshnia për pikturën. Edhe mendoj që me mendjen time, Ricardi ishte të burri zgjut, të bëni aktimin, u bë familjar, u bë prind i mirë, i realizoi të gjitha, bëri dhe pikturën, bëri dhe librat. Do thënë ai bëri kompleks një jetë që ai e deshti, edhe besoj që e mylli mirë, edhe e dinte që e mylli.